mëngjesi. Jam aq e lodhur sa du vetëm gjumë. Do me thënë sot që të gjithë janë pushim, ditë e diel, unë sot kam shumë punë. Dua të ri, të flej gjumë. Sot do me thënë nuk dua si gjë, vetëm të ri gjithë ditën gjumë. Përshëndetje nga krevati, zemrat e bukura, edhe mbram ishim në një event me muzikë shqiptare, edhe kemi ardhur orën e 3, pra 3 dhe tani, edhe jam s'ju herët sot më duhet të ndroj edhe çarçafët, edhe të krevatit tim, edhe të gocave, duhet t'i ndroj se s'bën, duhet t'i kisha ndru që dje apo par dje. Do të shkoj nga shtëpia, andej ka punëtor, janë mbledh me thënë, po bën shumë punë. Jam bërë edhe xhamat për të larë, i kam larë kam disa kohë, por jam bërë nga shiu, nga që këto ditë ka qenë shi me erë, edhe jam bërë goxha. Sa do prap ja stërkit nga shiu. Kështu që nuk e di sot a do t'i laj dot, po s'besoj. Argita nuk më ndihmon dot se sot ka ndeshje, është do me thëmë pa prindër, nuk lejohen prindrit. Gjatë gjithë ditës është te Kingboxi. Mbrëm Argita kishte 2 shoqe, do me thënë se erdhen shoqet, kishin bërë mend që kur me ardh me flet, edhe fletën te dhoma Argitës dhe kishin bërë dhomën nxitës, do me thënë i kishin vendosur nëpër vende, kishin vendosur edhe ato ngjitëset e bukura që janë me flokë dëbore. Tek xhami kishin bërë goxha punë gocat dje. Harrova them që jemi në vlog mas 6. Harrova. Erdha këtu te Mikeli, mora një kafe, sepse sinqerisht e kam kokën shumë të rëndë. Ndoshta edhe nga vera mbrëm, se unë kam një tip që nuk më kap vera. Do me thënë, shumë e vështirë që të më kapi. Nëse do më kapi vera, është vetëm kur do jem pa bukë. Atëherë po, filloj pak që. Por, që gjurë zotit, shikoni pak, mora dhe kafe, po më pike drita telefonit, po ma kanë sharë gocat, ma kanë sharë, e kam patriotin njëshë. More dhe brezël për Adriane, Adriana rime Lizen, tërë mora brezël, Liza është që një Elsës, shoqes time ja dhe brezël, sa më pëlqenë se kam bërë sa bukur kështu, si me sy, me buzë, me gjitha. Këtë mos e kap do me durë, si kam të lara durët, po i kam bezi, kur kap shumë, ose bukën, ose çdo gjë, kam shumë bezi t'i kap me durë edhe t'i shoj. Dua çdo gjë ta shikoj me sy. Por për t'ja tregu juve, shojmë si kafen, kam punë, po kam punë në shtëpi më shumë, jo se kam punë në jashtë. Jashtë do me thënë vetëm të shtëpia tjetër që të shkoj, sa atje jam vetë edhe Fatmiri atje është sot. Imagjinoni që ishim gjithë grup mbrëm tek parti, edhe të gjithë pjesa më e madhe që ishim grup në tavolinë do shkojnë te shtëpia ime të punojnë. Inshallah ka shku të gjithë se mbrëm po vinë do me thënë se di do kenë nge me punu sot. Por burrat gjithmonë janë fortë, do me thënë punojnë. Më bie kjo drita këtu lartë, atëherë duhet t'i thoja që për fustanin që tregova mbrëm nuk e vesha, sepse duke i provu fustanet, nuk e di pse, nuk u ndjeva vetë rehat, se thash me gjithë të çilla mingla nuk do kërceja do të rehat, me gjithë se një pjesë do me thënë personave atje nuk është i Emilia, Fatmiri patjetër që një pjesë e njëjtë shumë mirë, një pjesë më të madhe. Edhe kështu që ai thoshte vish që dush, në momentin e funit kam bërë fustanin, edhe vendosa një fustan të bardhë, që e kam veshur atë vetëm një herë, është tamam për festa, shumë i bukur, i trikotuar, i trash, është me pupla ke duret, me pupla poshtë këmbë. T'ju tregoj fotografi, do me thënë, na bën dhe një fotografi atje na e sol, në fotografinë të bashkë me kornizën, super fare. Okej, kafen e mbarova, e hodha gotën, tani nisem direkt për tek shtëpia, se nuk dua të bëhem vonë. Ora po shkon 12. E kuptoni që sa herë shikoj orën, kjo ora më ka bërë me ankth, do arrit bëj këtë, do arrit bëj atë, do arrit bëj atë. Na iku jeta me ankth. Atëherë, shikoni pak,
2 nga ata donin kafe të Forolli, mora edhe ujë, edhe një limonat portokallat, sepse njëri nga ata donte, për të tjerët ka marrë birra, por nga që në YouTube nuk lejohet filmohet shumë alkooli, kështu që mora birra i çova përpara. Për të tjerët 2 donin kafe. Shkojmë t'ja çojmë. Goca, ktheva pak te McDonald's për Adrianen, se ju thash që Argita është në ndeshje dhe vjen nga Mbazitja dhe donte tek McDonald's, donte kotolete pule dhe unë në fakt kotoletet e pulës i bëj vetë, po ja që dua ndonjëherë atje, nuk më pëlqen fare këto të McDonald's, nuk e di pse i kam shumë inat, nuk i ha. Do me thënë, i mora patate, ajo i ha shumë, po mundoha mos ja blie shumë rrallë. Do me thënë, patate, kotolete pule, tjetër, që mora? Edhe një chicken burger, kështu që shkojmë në shtëpi. Atëherë, qa do ju tregoj? Na ka ardhur Liza tashi, se Liza po gjeti derën hap ke ne, hyn direkt do me thënë shtëpi, edhe sikën, do të rri këtu me ne. Edhe Adriana që po lun, po që kemi problem do të bëjmë detyrat. Atëherë mora këtë fotografin, por nuk e di pse ngjyrat e aparatit nuk më pëlqyen, na kanë nxjerr shumë errët. Ja pra si kemi dal. Liza, ja që si hypi Liza tash. Liza, kateva kato. Kateva Liza, ne. Po sa nga po jo aty lart, jo, bo moj Liza. Shikoni pak ku ka hyp Liza dhe më mirë që unë do t'i ndroj çarçafët, shiko, nuk ikën duke ditë që është krevati i Adrianës dhe i Argitës. Edhe do të rri këtu. Është shumë qeni dashur, po ju them që kur vjen këtu nuk ikën, nuk do t'iki. Liza, kateva kato? Kateva kato? Hajde! Nuk e di pse s'do të kuptoj, se shpesh herë kupton. Qa është ajo, Adriana? Popcorn. Fare do ju tregoj tjetër, na ka erdhe seti i Adrianes me fotografi që më pëlqyen shumë. Ka erdhe një letër në fakt. Okej, unë e di që i kam pagu, po ndoshta i kanë vendosur për gjithë prindrit. Ajo që më pëlqeu ishte puzzle. Kjo puzzle këtu me fotografinë e Adrianes. Okej, edhe këtej, po këtej është puzzle. Këtu me pëlqeu. Qa është ajo? Okej. Këtu me pëlqeu me kitar. Shikoni pak sa bukur. Adrianushi me kitar, që i shkoka shumë. Kemi dhe kalamajat këtu që s'po i tregojmë. Edhe këtu me kitar, po është e vogël. Edhe këtu kështu normal, e kanë nxjerrë shumë bukur këtu. Me pëlqen. Edhe këtu ka dalë shumë poze bukur. Edhe këto janë fotot pra të Adrianes. Këto më duket diku te 14 euro bëjnë. Ndoshta sepse kjo me puzzle do shumë punë. Edhe foton time këtu. Unë kisha bërë mend që t'i ndroja tani, do me thënë çarçafët, po Liza nga që sa shikon derën hapin brenda, tani nuk mund t'i ndroj dot, që t'vendos të tjerat. Tani do rri pak sa tiki Liza që t'i ndroj pastaj. Edhe unë që s'jam ndru, këtë trikën do t'a mbaj në fakt, po dua vetëm të vesh bizhame, sepse sinqerisht unë nuk qëndroj dot me robe që dal ose me pantallona që dal, dua t'jem e lirshme me bizhame. Më pëlqen shumë t'jem e lirshme. Do bëj edhe një dush, po do ta bëj pak më vonë se nuk kam kohë, sinqerisht nuk kam kohë. Po t'ju tregoj tani divani se si është bërë, si e lash kurika, dhe tani do me them vetëm për pak minuta shkoni pak si është bërë. Do ja tregoj. Ja, këtu kemi detyrat e Adrianës që tani që erdhi Liza po i lej, nuk po i mbaron, vetëm pak fare ka një flet. Edhe ja divani, shkoni çfarë rëmuje ja.
Atëherë, erdhëm në fund të videos, këtu kemi edhe dhuratën e djalit, por i kam ndru qesën se ajo e Zarës, unë për fije se mu lak. Edhe unë kam shumë kështu çantash, po nga që i kam vësh në një dollap jashtë në balkoni, edhe duhet hiqa shumë gjëra që të nxirja, se kam shumë çanta që janë për dhurata. Edhe gjeta këtë, vetëm kalvikle, që s'ka lidhje se robët janë Zara, po gjithsesi, nëse do të gjej, do kontrolloj, nëse do të gjej, do ta ndroj. Dhe do bëj dush, Adriana do bëj dush, sepse do ikim tek parti ditëlindjes, kështu që shihemi nesër. Bye.